Përgjigjja e kësaj pyetje ndan qartazin në publik, ignorancën nga inteligjenca, hipokrizin nga sinqeriteti. Ditët e fundit qarkullon një teori e re për protestën. Disa thonë se Zvërneci bashkoi Berishën me Ramën. Ata që pretendojnë se Rama dhe Berisha u bashkuan në Zvërnec janë ose ignorant ose mashtrues politik. Rama dhe Berisha kanë 20 vjet që janë bashk. Për të nxjerrë në dritë këtë mungesë koherence apo mashtrim të disa protestuesve, po parashtroi disa fakte. Ku ishit kur ndodhi Gërdeci dhe u vran 26 persona, ndërsa u plagosën 300 të tjerë? A ju kujtohet që Edi Rama shkoi tek Berisha, duke hequr dorë nga protestat dhe duke ndryshuar kushtetutën brenda 3 ditësh? Ku ishit më 1 prill kur Rama u bashkua me Ilir Metën dhe bëri amnisti për 21 janarin? Ku ishit kur Rama dhe Berisha u bën bashk kundër drejtësisë dhe spakut? Ku ishit kur Rama i jepte Berishës vulën e partisë nëpërmjet lidhjeve gjyqësore? Ku ishit kur Rama rriti rrogën e Berishës dhe deputetëve me 400 euro në muaj? Ku ishit këto 13 vite kur Rama ndihmonte me leje ndërtimi njerëzit e Berishës? Ku ishit kur Rama dhe Berisha ndryshuan së bashku kodin zgjedhor? Ata kanë qenë gjithmonë bashk dhe ju e keni parë, por nuk keni dashur të protestoni kundër tyre. Ju keni lënë vetëm çdo lëvizje që ishte kundër dyshës Rama Berisha. Do të thot dikush prej jush, më mirë vonë se kurrë. Absolutisht po, por kjo protestë nuk është kundër Ramës dhe Berishës, por kundër investimeve amerikane. A e dini pse protesta e Rrjollit nuk zbriti në Tiranë? Sepse në Rrjoll nuk po investoni Ivanka Trump, por një biznesmen i afërt me Berishën, në apartamentet e të cilit Berisha jo vetëm jeton, por ka edhe zyrën e tij private. Nëse në Rrjoll do investonte Ivanka Trump, do të plaste revolucioni i harabelave. Anasjelltas nëse në Zvërnec nuk do të kishte investuar Ivanka Trump, por ndonjë oligark i afërt me dyshen Rama Berisha. Protesta do të shuaj, sepse protestuesit do të blieshin, ashtu siç u blen kur ndërpren protestat kundër pagesës në rrugën e Kombit, apo protestat kundër çmimit të naftës. Për këtë arsye askush nuk mund të besojë se protesta është kundër dyshes Rama Berisha, sepse ata kanë 20 vjet që e kanë mbushur kupën dhe zullumi është derdhur. Kanë nxjerrë një teori se u mbush kupa. Pyetja është, pse nuk ishte mbushur kupa nga Rama Berisha 1 javë, 1 muaj apo 1 vit përpara projektit të Ivanka Trump? Pse nuk ishte mbushur kupa 4 apo 8 vjet më parë? Çfarë rastësie? E pas ka kuptuar pikërisht ditën që vajza e Trumpit u interesua për Vlorën, se kupa qenë ka mbushur nga Rama dhe Berisha. Jo, mos gënjeni vetëm për të justifikuar gjumin letargjik dhe apatin tuaj. Ju i keni votuar si Ramën ashtu edhe Berishën prej dekadash. Të paktën mos fyeni ata që i kanë luftuar për 20 vite. Nëse Ivanka Trump të riqet nga investimi, ju do të shpërndaheni, ashtu siç u shpërndan pas anulimit të projektit për armët kimike që e kërkoi Amerika. Do të harroni luftën kundër dyshës që menduat se u bashkua sot. Kanë kaluar 20 vjet dhe ju keni heshtur. Jeni shumë vonë, madje edhe nëse i keni friksuar, në fakt vetëm sa i keni forcuar, sepse ata do të miratojnë ndryshimet elektorale dhe do të asgjësojnë çdo alternativë në zgjedhjet e ardhshme. Thjesht jeni kujtuar pas pilafit, ata janë bashkuar në Gërdec, jo vetëm në Zvërnec.